Tani kjo është një nga serit më të veçanta, më të bukura, nuk di, domethënë këtu jam totalisht i tëri, i përfshirë, nuk kam dot gjykim, po e di që do të dalë nga bisedat më të bukura, më të ndjera, më të vërteta. Është një artiste që nënat i lindin në radhë, edhe ne si kombë shqiptar e kemi fatin që e kemi. Është njeri i mrekullueshëm, një njeri që pasionin e ka zjarrin e saj më të madh që s'di të jetojë ndryshe, ka një zemër të madhe dhe një talent botror. Ajo është Zamira Kita. Nuk e di, të dëgjoj gjithmonë që flet me shumë dashuri për mua dhe emocionohem, më kap një lloj përgjegjësie, një ndjenjë që rrallë përjetoj, ta them me bindje. Unë e di që ti i thua nga zemra, gjitha ato që thua. Janë vërteta gjitha këto që unë them. Shiko, unë e di që ti i ke ndjer ato për mua, sepse më ke patur mike të afërt, mike të largët, më ke patur partnere, më ke patur kolege, kemi punuar, gjithashtu të kam pasur publik, ke ndjekur rolet e mia, ke parë realizimet të filmave, të spektakleve, kam qenë ftuar në ato që ti ke realizuar në Ersek. Pra, ti më njeh në kompleksitet. Sigurisht që kemi folur për gjëra personale, intime, familjare të dy, edhe e di që i thua nga shpirti këto. E egzageron pak, kjo nuk diskutohet, por unë të falenderoj shumë. Jo, Zamira, nuk egzageroj asnjë gjë. Jo, mos e zgjatim, po them që mirë, unë përpiqem, bëj edhe ai talent që ndoshta ka qenë i lindur tek unë, besoj që me punën që kam bërë vazhdimisht dhe me kokuljen që kam patur, më ka bërë që të rritet dhe unë të rritem si një artiste e mirë, e talentuar. E di çfarë më bën përshtypje mua Zamira në karrierën tënde? Shiko, unë mendoj që po të mos ishte ajo periudhë që ishte, që ne jemi kaluar si në vend në vitin 1000 deri në 90-ën. Dhe është për mua artistikisht Korça ishin prangat e tua. Nëse ti pas akademisarteve do kishte qëndruar në Tiranë, do ishe shumë herë edhe më e gjerë akoma. Dhe prap ti i ke fal një dashuri asaj Korçe dhe i ke dhënë një identitet. Korça nuk kanë qenë prangat për mua. Në Korçë ka qenë, ma beso, fati im i pikuar nga qielli. Ka qenë në Korçë. Dhe unë jam lindur, jam rritur, dhe fatmirësisht nuk kam qëndruar në Tiranë, por jam kthyer në Korçë dhe aty u zhvillua, aty mori përmasa të jashtëzakonshme jeta ime. Pse do thuash ti? Ka shumë faktor që e kanë ndikuar atë. Kanë shumë. Korça është njëra prej tyre. Qyteti që më deshi, që më afroi, që më duar trokiti, më përkrau, po këto janë klishe si fjalë. Në Korçë gjeta miq të mirë, miq të cilët më dhanë dorë, më dhanë besim, më nxitën për të punuar, më nxitën për t'u lartësuar. Pra, pata krah, mbështetje, pastaj familja që është gjë e madhe ishte prapë në Korçë. Të dy pjesët e familjeve, edhe të mijat, edhe të Benit, të dy palët e familjeve të mamit dhe të babit, pra gjithçka ishte aty, ishte në Korçë. Mirë, dakord, po. Ka qenë një moment, më ka ndodhur edhe mua, besoj edhe ty, që nga backgroundi i humorit, teatri ishte paragjykues. Pra kolegët tanë të teatrit. Po dhe emërimin që e mora unë si e deklasuar në estradë. Në estradë. Po patjetër. E vuajte? E vuajta shumë, bile më qante syri për ndonjë rol në teatr. Ashtu ë? Sa shumë kam qarë erion, sa shumë jam lutur, sa shumë jam ulur, kur e mendoj sot që të kisha një rol. Edhe pata fatin që në këto 15 vjet të bëj role. Shiko, ke bërë role me peshë dhe ke akoma rrugë, po ke në një rol peng që ke dashur ta marrësh dhe s'ta dhanë? Që t'ka ngelur peng? Jo, nuk kam patur. Unë 2 role që i kam humbur nuk më kanë ngelur peng, se i bëra më pas, por një rol që më është dhënë Ëndra Inatevere, ka ardhur Altin Basha atëre, ka punuar, ndër të parët regjisor që vinte nga Tirana. Unë isha në lidhjen time të dashurisë me Benin. Beni se shikonte si gjë të mirë këtë që vinte një rizor, një djalë i ri që andej, sepse unë isha në estradë. Pse të çojnë ty në teatr me rol? Ti je në estradë. Ore ju lut drejtori, inspektori skenës, të gjithë e morën për drek, filluan ta merrnin me të mirë. Jo dhe jo, unë e dëgjoja shumë Benin, unë isha ai ishte shumë posesive dhe unë si thua isha bindur ndaj çdo gjëje që
që thoshte Benin, kuptimin, në qoftë se ai e gjukonte të mirë do ta bënim, nëse ai e gjukonte që jo. Dhe nuk e more rolin. Dhe e lash rolin, nuk e bëra. Unë ndëroja të luaja një rol në teatr. Unë qaja ditë natë për një rol. Dhe kur Beni tha jo, nuk do ta bësh. Nuk e bëra. E lash. Një dhe e dyta. Prap me dhimbje shumë e kam kaluar momentin kur është vënë Kopraci, është rivën Kopraci, dhe unë kam dashur të bëj Frosinën. Jo, Orgocka që ishte atëherë regjisor, besoi më shumë tek Natasha Andoni, aktoria tjetër, dhe Tasha bëri një Frosin tjetër, një karakter tjetër me të mirat e veta, por s'ma dha mua. Unë prap u mërzita shumë, thash po asnjëherë s'do arrit të marr një rol në teatr. I vetmi që më dha një rol në fillimet e mia ka qenë Emil Bibolli. Dhe për herë të parë më ka dhënë një rol ai dhe Dimitër Pecani, në mos gaboj, shumë vite përpara, rolin e një vajze studente, një figurante. Kurse me Emilin kam patur Dikush hyri midis nesh, e Skënderusit, një vepër shumë e mirë e atyre viteve, se duhet thënë që kanë qenë përpjekjet për dramaturgjinë shqiptare. Patjetër. Edhe kam bërë unë një rol aty me Emil Bibollin. Nuk e di, është një histori shumë e bukur, e tregojmë ne nëpër tavolina gjithmonë. Unë Emilin e doja fort, edhe ai mua dhe më vlerësonte shumë. Dhe pavarësisht se isha në estradë, tha këtë rol do ta bëj Zamira, se duhet një vajzë vogël e re, ajo është e porsa ardhur nga akademia. Unë duhet të vishesha në mënyrë moderne, se isha një vajza e sekretarit parë të atyre viteve në vepër, por që i pëlqente të vishej moderne, me xhinse, sapo kishin filluar xhinset në ato vite, dëgjonte muzikë të huaj Barbara Streisand, dëgjonte dhe ishte në vepër, dhe sigurisht mësonte anglishten, se atëherë mësohesh edhe në shkollë. Por komiteti prapë gjykonte që pse mësonte kjo kaq shumë, përveç shkollës bënte edhe jashtë, mësonte anglisht, pra ishin ato paragjykimet asaj kohe, çrën si ka. Dhe unë nuk isha xhinse dhe marr xhinset e Benit. Beni im kishte xhinse, ndoshta ndër të paktit njerëz në Korçë që kishin xhinse. Vite 89, 89, 90 diçka e tillë. Dhe mua më thret dikush salla plot. Ishte me balkon atëherë teatri, salla plot 16 herë kemi dhënë. Dikush nga balkoni thret xhinset e Benkës. Turpi madh për mua, se ne kishim dashurinë në fillimet tona dhe e kishim shumë të fshehtë. Të ra pika në skenë, besoj. Më ra pika, se nuk e dinte askush, edhe ndonjë thash e them, unë e përgjigjeshtroja, thosha jo, nuk është e vërtet, nuk s'kam gjë. Xhinset e Benkës në skenë. Si është kjo, unë të njoh edhe personalisht edhe, si është kjo dashuria jote që mbyt dashurinë tjetër? Domethënë, unë ta them sinqerisht, dashuria që ti ke për Benin është unike. Se di as vetë se si. Si mundet që një njeri që e do skenën siç e do ti, po e përmend njerëzit ndoshta nuk e din, rolet që unë i kam dedikuar edhe shkrim Zamires është e harrova emrin e personazhit. Tevasha Zheleznova. Tevasha. Një rol të mrekullueshëm dhe Zamira ja bën, domethënë, aktorët përjetojnë një traumë psikologjike sidomos ai rol. Zamira kishte një monolog dramatik shumë të fortë. Unë kam parë disa net dhe Zamira ja bën të Yzmetin njësoj çdo natë. Dhe kjo do një dashuri të madhe. Zamira është njëri që nuk përton për rolin, e bën me pasion, me të gjitha merat. Si sfidon kjo dashuria për Benin, këtë dashurinë për Shiko, dashuria për Benin ka qenë jashtëzakonisht e fortë, shumë e madhe. Shumë e madhe dhe edhe kur ka lindur vajza, vazhdonte të dominonte Beni në një periudhë të shkurtër të kohës, po le të themi derisa Enira u ri dhe më thoshte mami, më duket sikur babi në dom shumë se mua. Një ndarje që ajo e brëndshme s'mund të ndodhë kur ashtu, se fëmia është dhimbje, dashuri, po nuk e di pse unë Benin edhe madje edhe në kohën që unë kalova depresionin mbas lindjes, thosha merrmani fëmijën se më prishi marrëdhënien me Benin. Domethënë, unë mendoj që dashuria me Benin, nga që ishte pamundur, u bë fort. U bë shumë e fortë dhe për mua u kthye në një smundje. Ishte një dashuri pathologjike, smundje. Ishte vërtet ashtu sepse unë nuk thjellohesha dot. Në momentet kur Beni grindesha me mua në rinin ton po flas, dhe grindesha dhe më mbante më ri 1 ditë 2 3, unë nuk haja. Nëse ai nuk më fliste, unë duhet shkoja të bëja serume në spital sepse mbaroja. Domethënë asgjë nuk funksiononte. Kur mami më fliste, babi më pak dhe më rënd, më rrallë dhe më rënd, bile për një periudhë të gjatë me babin nuk komunikova me vite. Ashtu a? Sepse ai nuk më falte këtë gjë, që vazhdonte dashuria dhe ai nuk merrte një vendim Beni, se unë isha si e vesh tek ai.
Edhe kur mami më thoshte që i thosha mos më flisni se e kam ajër, dhe ajo ma kujton edhe sot. E kam ajër, nuk jetoja dot pa Benin. Dhe këtë gjë e bëra dhe mbasi lindi vajza, isha shumë e varur, nuk e di. Beni u bë pjesë e imja dhe unë nuk funksionoja dot pa Benin. Pastaj, fillova të kthjellohem që ca gjëra duhen bërë, por duke e marrë prapë me të mirë Benin, duke bindur, duke filluar të barazoj mendimet dhe të dominoj. Ti s'do ta lëndosh kurrë atë. Unë s'dua ta lëndoj, por ai lëndohet shumë prapë. Prapë lëndohet. Po, lëndohet unë nuk shumë. mendoj se lëndohet, unë mendoj se përkëdhelet. E ndoshta përkëdhelet. Për shembull, këtë gjë mos e bëj këtë ose po tash prapë do ikësh në Tiranë. Po pse që i kam pasur shumë të rralla tikurat. Tani është ngjeshur pak koha. Ndoshta me këshilla. Një nga gjërat që ka prekur kjo gjë është mbase po bëj gabim që po e prek, unë do ta prek në këtë emision, është cënimi i angazhimit tënd politik. Ti ke pasur oferta shumë tunduse për të qenë në politik. Po. Je penduar? Penduar që jam bërë pjesë. Jo që nuk ti je bërë shumë pak pjesë. Unë jam bërë kështu pjesë. Pra njerëzit nuk e din, po në rast se Zamira do ishte pranuar, Zamira do ishte disa herë deputete. Po, shiko, unë kam pranuar të jem në listën e kandidatëve për deputet. Po. Kam pranuar. Por sigurisht që në marrëveshje kam dashur gjithmonë që të mos jem deputete. Por të jem në fund por gjithmonë të shofruar. Po, patjetër. Të jem në fund, të jem kontribut. Do me thënë, unë kam qenë në krah, unë kam qenë në fushat, unë kam ndihmuar me sa kam mundur. Me Zamirën, me emrin, me rrethin tim, me gjithçka. Por nuk kam dashur të jem Nuk e do. Edhe ti vetë nuk e do politikën. Jo, e dua, nuk është se nuk e dua. Unë nuk kam dashur të qëndroj gjatë në Tiranë. Dhe gjithmonë ka qenë arsyeja familja dhe Beni. E do Tiranën? E dua. Edhe e ke preferon. Të them të drejtën e dua. E dua Tiranën se Tirana ka shumë hapësirë për punët e mia. Dhe unë nuk kam një punë, unë kam shumë në Tiranë. Unë në Tiranë mund të merrem me televizion, unë në Tiranë mund të merrem me filma, në Tiranë mund të bëj role. Në Tiranë jam në Këshillin drejtues të Radio Televizionit, në Tiranë mund të merrem në Akademinë e Arteve të Bukura, Universitetin e Arteve. Pra, hapësirat për të punuar unë në Tiranë janë të mëdha. Dhe unë nuk i bëj dot duke qenë në Korçë dhe duke shkuar, për shembull siç më ka qelluar këtë javë që kam shkuar çdo ditë, sepse kisha rin show në Korçë. Shkoja, kthehesha çdo ditë. Si mendon ti Zamira, se kam gjetur këtë përgjigje ke vetja. Ku e gjejmë ne se jemi të ngjashëm në këtë pikë, këtë palodhsinë? Se besoj këtu bie dakord dhe unë jam njeri i palodhur, domethënë. Po, ti e gjen ta them unë të rinia jote. Unë mendoj që unë ndoshta dua akoma të jem e re, ose kam të brendshme. Po ti je, nuk diskutohet fare. Energjinë e kam. Mbase të dy e kemi në radhë të parë nga Zoti dhe fati jonë që kemi shëndet të mirë. Edhe unë kam qenë mirë me shëndet dhe kam mundur që të jem energjike. Përpiqem të jem e kujdesshme që të çlodhem, por nuk gjej dot kohë të çlodhem. Po kur të dalin ditët, cila është limiti që mërzitesh dhe pastaj do të merresh me një gjë, se unë ditën e tretë s'mundem më. Domethënë ja 2 ditë e pastaj dua të merrem, nuk rri dot. A që të pushoj? Se kam provuar, s'kam ditë, nuk di. Shiko, të vetmet ditë që unë përpiqem të pushoj, por telefoni dhe aty s'm ka pushuar, kanë qenë 5 ditë që mund të kem zgjedhur për të shkuar në plazh. Por dhe aty s'm ka pushuar telefoni sepse në Korik o është mik festival, në gusht o ka filluar komedia provat ose përgatitjet e Koko Festit që janë fund gushtit. Pra të 2 muajt e verës prap. Meqenëse përmend Koko Festin, sa të merresh për ty kjo kompleksi artistëve natën që ndajnë çmimet dhe marrin personale, domethënë? Ka patur shumë raste kur artist, kolekt miq, mikesha, kanë ikur të mërzitur, më kanë mbajtur qëndrim, janë trishtuar, dëshpëruar. Ka artistë që kanë kërkuar kështu cop hapur me ngulm dua çmim? Jo. Jo, nuk ros. Jo. Thjesht e kanë. Po shiko, e para njerë që unë vetë nuk vendos dot. Jo, është tjetër gjë, po që them që unë e di se unë kam qenë pjesë. Jo, kjo është shumë e sinqert. Unë kam 5 emra që gjithmonë kanë qenë emra elitar. Këto veçoje nga ata. Duat më veçosh një, që thua që në juri ka qenë, se shiko, ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë, po përgjegjësia ka rënë mbi ty, edhe mbi një çmim të dhënë. Po, pa diskutim. Tani kush të ka nderuar në kuptimin që vërtet ka qenë i drejtë dhe ty ti ka bërë nga gjithë anëtarët e jurisë që thua, po, ky është i prerë, i saktë dhe
Përgjithsisht emrat ja kanë qenë dinjitoze, këtë bjem dakord. Unë nuk mund t'i ndaj emrat, për shembull Ndriçim Xhepa ka qenë gjithmonë në juri. Dhe Çini është e pamundur që gjithmonë të jetë i prerë dhe radikal se ta them unë një emër që këndvështrimi im aty? Edhe unë kam emra që mendoj që kanë qenë të drejtë, por kur shikoj çmimet, ashtu siç unë në mënyrën time subjektive do t'i ndaja, nuk kanë qenë. Pra prapë më janë bërë lëvizje. Unë mendoj që Timo Floko është një nga njerëzit më të... kam edhe unë, po ka patur dhe festivale kur edhe në jurin që ka qenë Timo, prapë unë kam menduar që ndoshta ndonjë çmim s'duhet ishte ashtu. Është tjetër gjë, por ai brenda individualitetit të tij unë e shoh që Timo Floko është emër i madh dhe ka qenë 2 herë në jurinë e Kokofestit dhe madje edhe në jurinë e Kokofestit kur ka qenë Covidi. Dhe unë nuk e kam ndjekur festivalin, por të gjithë thanë që çmimet u goditën në kokë. A pse? Pse se ndoqë? Ishe me Covid? Isha me Covid. Ashtu, ë? Po. E kalove keq? Relativisht, po ne ishim gjithë familja dhe ti e ke dëgjuar që Beni ushtrua në Tiranë. E kaloi shumë rënd Beni me 3 burime oksigjeni. Unë isha 21 ditë që nuk dola nga shtëpia, jo për shkak se mund t'ja ngjitja dikujt, por se nuk ngrihesha dot nga krevati. Ashtu, 21 ditë, po. Po pse? Në dritare. Dhe nuk e harroj që më ka ardhur Ola Arizaj me Vin Beleri dhe kanë pirë kafe me mua, unë ullur në pragu i shtëpisë time, ata nga ana tjetër në trotuar i rrugicës time, edhe pinim kafe dhe flisnim. Të vetmit dhe mikeshat e mia Monda me yllkën më kanë ardhur me një buqet me lule poshtë Si ishin shtëpisë. ato ditët e Benit në spital për ty? Ditët e Benit në spital për ty? Kanë qenë të tmerrshme sepse në atë periudhë ka qenë shumë i smur dhe babai i Benit. Dhe Beni mbasi kalovi 3 javë në spital, nuk durovi dot më dhe iku. Iku vetë për t'i shërbyer tjatit. Ashtu, ë? Erdhi dhe hyri në spital në Korçë, edhe ne e humbëm vjerin nga Covidi. Pra, unë e përjetova shumë sëmundjen e Benit, se më duheshe e smur, me telefon, me miq, të dërgoja shërbime tek vjeri, infermieri, ushqime, sepse edhe vjeri dhe vjera ishin smur, ndonë se vjera i kishte pas simptoma dhe i shërbente ati. Enira ishte prape smur, me temperaturë me dhimbje koke, që unë vajzën t'i e di si e kam, dritë e syrit, nëse i ndodh diçka e vogël asaj, amplifikohet tek Enira dhe unë duhet t'i mësy e vesh, pra veç s'ngrihesha do të lëvizja fare, kështu që e kam përjetuar fizikisht shumë keq dhe shpirtërisht keq, por unë i dha shumë forcë vetes dhe kujtoj që në ato kohë unë kam qenë ndër të paktat dhe të parat që kam dalë në televizione, në lidhje direkte, dhe kam treguar që do të kaloj, nuk është asgjë, thjesht lidhuni me mjekun dhe gjithçka do kaloj. Dhe më kaloj, dhe kaloj. Si është, domethënë, a ka njerëz që përkujdesen për Zamirën? Ti përkujdesesh për çdo njeri. E para njerë më duhet ta them që atë që Zamira Kita ka bërë, tani, çdo prind sigurisht që për fëmijën do bënte gjithçka, kjo nuk diskutohet. Por atë që Zamira Kita ka prej vitesh një përkushtim ndaj vajzës vetë Enirës, në gjitha të kalvarin që Enira kaloi, që fëmijët është dhe nuk është e mrekullueshme përkushtimi jot. Unë mendoj që gjysma e punës ka qenë bindja jote që ajo doja dilte dhe ja dol. Pra ti s'ke menduar kur të keqen. Ti s'e dorëzuar kur. Unë e kam menduar të keqen. Unë e kam parë të keqen. Ashtu, ha? Unë e kam parë të keqen në sy. Unë kam luftuar për shembull një herë që e kam pasur Benin në krah, kam luftuar me Benin se Beni thashtë jo, unë thosha të lutem apo ikën. Domethënë duhet thirrëm mjekët me një në spital. Unë e kam parë, por gjithmonë kam thënë doja dal. Pra, kjo është. Doja dal dhe thirrëm mjekët me njëre, kujtoj një herë në Greqi që jodhën gjak dhe ai një gjak kaq ishte qesja e vogël, nuk e di gjaku them unë i shërmëris, sepse menjëherë ndodhi ndryshimi, menjëherë u pre diarea, dhimbja e kokës, temperatura, kolla, menjëherë, pun minuta, 5 minuta, 10, ose mu duk mua ashtu, që ndryshoj ngjyra, gjithçka dhe mori kthim mrapa. Disa herë ka ndodhur. Si është kjo për ty? Si është? Shiko, ka patur raste që dhe kam lëshuar veten, kam humbur fare, por në momente kam mbledhur pastaj. Dhe kam thënë që do t'ja dalim, nuk e di, është një forcë e brendshme që mua më vjen gjithmonë një gjë e mirë nga brenda. Dhe pavarësisht se po ndodh diçka e keqe jashtë, ajo e brendshmja më thotë që është e mirë, do kaloj. Është vështirësi e momentit. Edhe kur hynte ajo në për salla për kontrolle, për gjëra, operacione, çfarë ka ndodhur, të ndryshme, biopsi, gjithçka. Unë prisja jashtë me dhimbjen e madhe që
përjeton një nën, kam qenë vetëm edhe në Greqi dhe në Gjermani, vetëm se të dy nuk mund të shkonim, shpenzime, kosto, njëri duhet punonte. Kam thënë që do t'ja dal, por kuptohet me miq, me shok në telefon që më jepnin shpresë, optimizëm, gëzim, mbështetje të gjitha llojeve. Shpenzimet kanë qenë edhe shpirtërore, shpirti ka mbaruar, edhe financiare kanë qenë, por të gjithë më janë gjendur afër dhe i kam përballuar. Kanë kaluar të gjitha dhe fatmirësisht, siç dhe më thoshin shumë mjek, meritje, gjithçka do shkojë më mirë dhe kaloj më mirë. Po që unë u përballa me një jeta ime ka qenë shumë e vështirë. Vazhdon ajo që kur të bie gota çka ka? Vazhdon ajo. Shiko, përpara 2 vjetësh kaloj prap një problematik shumë të madhe dhe se arbinte telefoni ishte problem, por tani ka kaluar kur i bie telefonit mendoj që o ka ndonjë problem me makinën, o ka ndonjë problem me provimet. Tani shëndeti ka kaluar në plan të dytë dhe të shpresojmë që kështu tani kalojmë te një anë që unë kam shumë kënaqësi, po që njerëzit e njohin pak. Ti je kolonjare. Patjetër që jam kolonjare, sepse unë jam nga nëna dhe gjyshi babit, nga dhe gjaku im vjen. Jam nga Kolonja, e them me krenari dhe me shumë dashuri, sepse babi fliste vazhdimisht, e gjyshi fliste, gjyshi im ishte nga Gostivishti, kurse gjyshja nga Vodica, dhe domethënë të dy ishin kolonjar. Kanë ardhur në Korçë, aty kanë blerë një shtëpi, gjyshi ka qenë përgjegjësi pyjeve dhe i ndiqte pyet jo vetëm në Korçë, por dhe në Kolonjë, pikonte. Po të shikonte që këpuste dikush një deg bredhi, ai mund qante. Ashtu ë? Po. E kishin të fortë ndjenjën e kolonjarit të dy? E kishin shumë. Edhe vëllezërit e babit edhe babi. Dhe mua babi më vdi shumë i rje, humba shpejt edhe nuk arritëm dot unë studente sa u ktheva me problematikat e mia të Benit e të babi u smur pastaj dhe gjithmonë i thosha do më çosh një në Gostivisht, do më çosh, po më ketën fjalën që do shkoj njëherë bashkë. Nuk ka shkuar akoma. Po s'kam shkuar nga ngarkesa. Ti e ndjen të peshën e origjinës? E ndjej, mua më pëlqen shumë dhe sa herë vi në Kolonjë, në çdo vend ose kur kaloj rrugën për të shkuar nëpërmjet Gjirokastër, kur e kaloj që këtej, gjithmonë ndjej. Edhe Benit i kam thënë vazhdimisht, hajde më rikthehemi një herë në Gostivisht se kam qejf të shkoj aty. Po pse e ke më të fortë Gostivishtin dhe Vodicën për shembull? Po nuk e di pse Gostivishtin ndoshta përmendesh më shumë, por kam takuar shumë njerëz nga Vodica që më thon, "Zamira, po ti nga Vodica, si seminera ka qenë nga Vodica." Edhe më është përmendur këto kohë të fundit shumë, ndoshta nga që jam bërë dhe un person më i njohur, edhe njerëzit më flasin më shumë. Po e ndjej shumë dhe kam pyetur shumë dhe më kanë thënë që Gostivishtin e ndan një lum, ka Gostivishti sipër, Gostivishti poshtë dhe dua që ta shikoj ta prek. Shiko, është kjo pjesa me origjinën është ndoshta është si thirrje, për shembull vajzat e mia kanë lindur në Tiranë dhe që të dyja e kanë shumë të fortën kolonjare. Po kolonjare. E kemi edhe një çik ne këtë kolonjarët, e kemi një çik më shumë se ç'duhet, Po jo, më pse ti shikoj jugun, Vlorën, ata i bien gjoksit sa s'ka më. Ne e kemi si më të sinqert, më të butë, më të ndjerë, them unë. Cilat janë planet e tua? Tani për momentin unë jam duke xhiruar një film. Ja, se këtë se ditë kam unë. Është filmi Me Fat, ku luan dhe Monika Kryemadhi. Po, bukur. Se ajo ka filluar të bëj shumë reklam. Mos më thuaj që e ke motor në rol, Monika. Jo. Unë jam nëna e personazhit kryesor. Kam xhiruar goxha plane unë, por kam akoma për xhiruar. Shpresoj që të jetë një film i bukur në fund se djali që e realizon është dhe aktor shumë i mirë dhe është shumë karizmatik, shumë interesant si tip. Dhe e ka temë shumë të prekshme për rinin që më pëlqen që do të jetë dhe që jam pjesë e këtij filmi. Gjithashtu në planet e mia si vjet është Kokofesti, i cili internacionalizohet shumë se vitet e tjera. Super. Dua të deklaroj që kemi një trup italiane që do të marrë pjesë. Jemi duke bërë bisedime edhe tratativa me një trup franceze, për të cilën po më ndihmon Kushtrim Sheremeti, drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, dhe do të kemi edhe një trup nga Athina. Pra, ne do ta kemi 8-9 ditë festivalin, mendoj që do të kemi 5-6 trupa konkurruese shqipfolse dhe 3 të tjera do t'i kemi përsëri përshëndetëse. Derisa të arrim në një fazë kur t'i futim dhe ata në konkurrim. Dhe çdo vit thot vitin tjetër ta bëj më të vogël se vdiqja dhe çdo vit ta bën më të madh Kokofesti. Dhe besoj po do ta bëj se si vjet dhe ministria më ka dhënë mbështetje më të mirë. Ashtu ë? Edhe Gjerasin ta falenderoj po. Super. Për të mos e lënë bashkinë tonë që nuk edhe bashkia juaj sigurisht ka qenë gjithmonë pjesë. Shiko, arti është për mua lind natyrshëm, po
për realisht ne kemi diskutuar gjithmonë dhe unë dua të të falenderoj, unë do t'i kem në një podcast djemt, dua të falenderoj për zero kompleksitetin tënd dhe vizionin tënd që je i vetmi teatër në Shqipëri që ke çuna dhe goca të rinj, aq të talentuar që ti ke aty, pra i ke tëndët, nuk është se i ke hedhur në rrugë në kuptimin kur të marrin rol, kur të marrin projekt. Jo, kjo është një vlerë. Ne duhet ta shtojmë teatrin me djem dhe vajza që ti kemi bazë tonën. Pastaj se çfarë shtohen dhe se ku shkojnë këta, kjo është tjetër punë. Por një bazë teatri duhet ta ketë. Është për mua, thash, unë kam punuar me ta, është kënaqësi që janë dhe janë shumë të talentuar dhe madje ti merr borxh Tirana shpesh, domethënë për role, për janë të lirë në kohën e lirë të tyre. Patjetër, shiko. Ata kur punojnë për realizimin e një shfaqje, ju duhen 2-3 muaj që janë deri në 12 natës punojnë pafund. Për mua realisht ka ardhur koha që ligji i artit të rishikohet edhe nuk mund t'i kërkosh një artisti nga hëna në të premte orar, sepse ne dim shumë mirë që një aktor mund të bëjë një rol që mund të vlej 20 herë paga e tij. Dhe kjo është një gjë që para se ta mbyllim, kjo është një gjë që doja të ta drejtoja. Si mund ndihesh Zamira që ke një pasuri kaq të madhe artistike, por ja kam thënë edhe privatisht kur jam ulur që duhet të ishte në Zamira, Ylka, Liza, Monda Bulku, pra duhet të ishin çajin përpara, pra duhet të ishte Meryl Streep shqiptar edhe ekonomikisht, realisht. Mirë, ne shiko, ne këtu kemi lindur, këtu jemi rritur, këtu jemi formuar dhe ne dim se sa e ka mundësinë ky vendi jon, se si jetojnë prindrit tanë, motrat, vëllezërit, miqt, shokët, ne dim këtë gjë. Dhe nuk mund ta kërkojmë, sikur të kishim lindur në një vend tjetër, se dim si do të ishim. Mund të kishim lindur dhe në një vend shumë më keq se Shqipëria dhe ta kishim këtë talentet mos bënim asgjë. Shiko, ne kemi vend shumë të mirë. Nuk mendoj që ne kemi vend të jashtëzakonshëm. Ideja është që kaq i kemi mundësitë, por që duhet shteti, instancat, institucionet që merren me art të shikojnë më me vëmendje këtë pjesë. Shiko, unë nuk mendoj që këtë punë zgjidh rroga. Pjesën e teatrit. E teatrit pra. Shiko, ne jemi vend i vogël dhe gjithmonë duhet të jetë i subvencionueshëm. Pra, parat që shteti duhet të injektojnë në këtë punë do të jenë shumë të mëdha, se në të kundërt, domethënë ti bëj mrekullinë e botës, shfaqjen më të mirë të botës, nuk mund të jetë një promotor i madh ekonomik, se s'mund të jetë. Ka shumë teatro që janë bashkiake, që mbështeten dhe bashki që e kanë vëmendjen. Dhe unë këtu do të veçoja Bashkinë e Tiranës që ka mbështetur jashtëzakonisht artistët dhe këtë e thon të gjithë artistët, Bashkia e Korçës që është bashkia më ndjeshme ndaj artit dhe kulturës. Nuk e them se unë jam e lidhur me këtë bashki, por kjo është e vërteta dhe teatrin e ka në sy. Pra asnjëherë nuk e ka frenuar, si të thuash, mbështetjen për teatrin. Bashkia e Fierit, që ka një projekt të madh, por që nuk e ka nga bashkia, dhe nuk është atribut që duhet i kaloj bashkisë, por e kanë nga fondet e Evropës, por që mbështesin shumë teatro. Dhe bëjnë një aktivitet të madh për gjatë gjithë vitit e shtrin me teatrin, edhe bëjnë festivale. Ne na ka ardhur koha të gjithë bashkë të rrisim lobimin për ligjin e sponsorizimit të teatrit, se po u bë ai ligj pastaj. Kjo do të ishte shumë mirë. Kjo do të ishte shumë mirë, por këtu shteti duhet shikojë se sa e ka leverdinën në qoftë se ai që sponsorizon ulet nga tatimet, nga taksat, dhe sa do ta krijojë këtë, se s'është ndonjë grup e madhe që do t'i krijohet shteti. Do t'i krijohet një gjë shumë e mirë dhe në fund të ditës njerëzit më mirë të shohin teatr se sa të vërdallosen kot apo jo. Po, e thon vetë, e di që dalin nga teatri apo nga ndonjë komedi edhe thon ua sa u kënaqem, ua sa mirë bëm që erdhëm, se si jemi. Dikush më ka thënë kur ka dalë nga një shfaqje, Zamira dola, bashkë me ti me shoq, dhe pim një shishe verë. Kishin dalë të egzaltuar. Patjetër. Ne pam të bën të lumtur. Që t'ja bëjmë të shefin vetes. Ne pam me karnavalet e Korçës, që domethënë ishte për gjithë ne një surprizë e madhe që ajo sallë pafund plot, pafund. Po ne rikthyem pas gati 6 muaj dhe prapë ishte plot. Korça ishte full, që thonë s'ka njerëz Korça, s'ka njerëz Korça. Sa po përfunduam Rin Show-un, ishte plot 6 netët e shkollave, ishte nuk kishim ku t'i fusnim. Karnavalet u rikthyen në Tiranë mbas 8 netësh në Tiranë. Pra, po kanë nevojë edhe dramaturgjia shqiptare, e thash, dhe karnavalet kanë ngelur në memorie. E helmon ky virtualiteti këto muhabetet, s'ka njerëz. Meqense ne po e bëjmë këtë bisedë dhe jemi
jemi kështu dhe me nga një kafe këtu. Ha. Nuk është keq ta përshëndesim dhe në çik Benin andaj. Nga Po, e kemi. Benin- Beni më mirë të bëj Nikolaçin. Benin e duam fort. Do t'i vazhdojmë ato planet e Amerikës, si e mendon ti Zamira? Unë mendoj që do t'i vazhdojmë dhe nëse futemi ne të dy, kjo është e E sigurt. ne e bëjmë, nuk diskutohet fare E që sigurt. ne e bëjmë. Jo, ne do ta bëjmë këtë gjë. E para unë e kam thënë gjithmonë sepse ne kemi Benin. Dhe ne duhet shkojmë te vendi ku Beni ka kaq vite që jeton dhe ka një kontribut kaq të madh për shqiptarët e Shqipërisë Beni me Nikolaçin dhe për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, sa ne kemi detyrim moral dhe artistik profesional për Benin. E vërtet. Pastaj për shqiptarët që na presin andej që na pyesin, na shkruajnë dhe kanë hapur krahët na presin. Është Do bëjmë një mëkat, sukses, patjetër. Është mëkat. Por të përfundojmë këtë periudhë e ngarkuar Po, që kemi dhe mendoj që shtatori i këtij viti do ishte një periudhë shumë e mirë atje, domethënë Fund që shtatori do ishte perfekt. Tani se kam thënë 4 herë ta mbyllim dhe me ty se mbyll dot. po ndahen në dy pjesë. Ja. Jo, do të tregoj një histori shumë shkurt, për e kemi këtu kur mbaheshin zgjedhjet e Bashkisë Kolonjë për kryetarin e bashkisë dhe Zamira vjen për të bërë fushat për doktor Ilia Kjo është Stefan. tmerr. Do ta Lapsus tregoj. Ja, Po, nuk lapsus është. ishte. Dhe ishim në Borov dhe i jap fjalën edhe thoshte zonja, ju lutem, unë doktorin e kam mik, kam 20 vjet që kam hyrje dalje familjare, ju lutem shumë votoni Ilia Skëndon. Po e kisha mik për Elias Skëndon. Zamira Edhe thoshim kam ne. mik. Stefo. Po dhe e kam mik, prandaj shkoj gjua atje pra, e kupton se nga që e kam shumë mik. Kështu që Zamira të falenderoj. Unë të falenderoj që ti je pranë meje gjithmonë. Po gabim s'bën që e votuan doktorin. Jo, patjetër, nuk diskutohet. Ti je mikesh që mua më mbush shpirtërisht që të kam afër meje personalisht, artistikisht, për çdo gjë. Erion, unë të falenderoj shumë që më bëre pjesë podcastit tënd, ide fantastike kjo e podcastit, sepse gjithkush sjell emocionet e veta, jetën e vet, historinë, shembullin e vet. Dhe mua më pëlqefi që ndonjëherë me ty piva një kafe se s'po të kap dot në gjithë të kohë. Edhe le ta themi, domethënë podcasti është vendosur në një prej shtëpive në Rehovs, se kam thënë akoma këtë gjë. Kam marrë aq me qejf në Rehov, më besoni, një rrugë fantastike, një ajër i pastër, një pamje këtu nga vendi ku ne po xhirojmë, nuk di ta Se them. në fund të Faleminderit. ditës ky është dhe qëllimi i këtij podcasti tim që t'i jap zë sa të mundem këtij vendit tim këtu dhe te kjo vila ku ne jemi Zamira do vi tha Po do vi të qëndroj. pushoj disa ditë se është nuk di çfarë mrekullie, po ka shumë të tilla këtu. Ka. Kështu që e janë në Rehov, Kolonja ka vende të bukura ku mund të çlodheni. Shihemi serin e radhës.